Mirë se erdhët në lojë. Mund të hapni syt dhe të lexoni me kujdes zarfat që keni, secili poshtë emrit të vet. Bëni kujdes në leximin e zarfave, pasi askush nuk duhet ta shohë. Jeni 8 persona në lojë. 2 prej jush janë mafia, 6 prej jush janë qytetar. 1 prej jush është polici. Polici llogaritet si qytetar. Mbrojeni atë me çdo kusht. Nëse polici vritet gjatë lojës, unë do e deklaroj si qytetar dhe ju nuk do ta dini asnjëherë kush ishte polici, përveç rasteve kur ai shfaq me dëshirën e tij të plot identitetin e tij. Kujdes, edhe mafiozët kanë të drejtë të deklarohen si polici, kur e shohin të arsyeshme dhe nevojshme sipas lojës. Por, asnjë qytetar nuk ka të drejtë të deklarohet si polic. Mafiozët ende nuk njihen me njëri tjetrin. Ata do të njihen pas pak në mënyrë të fshehtë. Ju duhet të dalloni gjatë lojës se kush janë ata për të shpëtuar qytetin, në bazë të sjelljeve, lëvizjeve apo argumentave që japin gjatë lojës. Më pas do të keni mundësi sipas votimit popullor që t'i akuzoni dhe të votoni nëse doni t'i vrisni. Kur bie nata, të gjithë do të lidhni syt, do të ndiqni urdhrin. Mbyllni syt në këtë moment, sepse mafia do të njihet me njëri tjetrin. Faleminderit. Mafia ngre kokën dhe njihet me njëri tjetrin. Ul kokën mafia. U mërzite sepse unë nuk jam njëri keq. Mendoj që do ngatrohemi shumë, sepse unë dhe Aldi nuk vendosim dot asnjëherë në të njëjtën gjë. Por, më ndihmoi shumë sepse në fillim mendova që Ema ishte polici, por në fakt ishte Benardi dhe luajta këtë lojën që luajta. Tu marr parasysh nga lajstrimi i verës, nuk ja kam fort besën. Polici ngre kokën. Si u ma ndjeu zemra, kisha marrë dhe pistoletën me vete, kapelen e sherifit, isha bota mam sherif, olla. Rikthehemi në lojë. Hiqni të gjithë shiritat nga syt. Nisim me lojën. Do të bëjmë një kalim tek të gjithëve sipas emrave që do them dhe pastaj do kalojmë me radhë. Se kush mendoni ju që është mafia? Kostian, kush mendon që është mafia? Jam mes Aldi dhe Florit. Ema? Justin? Dyshoj tek Aldi, po pastaj e hoqja intuitën, kështu që do shkoj me Meglin. Klea? Flori, Megli. Benard? Mendoj që është Aldi dhe Ema. Justin? Benardi, Aldi. Flori? Kostiani dhe Aldi. Megli? Aldi dhe Benardi. Aldi? Jam mes Meglit edhe Emës. Se di pse Ema duket si një mafiaz. Ti pse mendon që jam unë njëre, o që intuitën nga Aldi, intuitës do t'i besosh gjithmonë jetë. Po, por intuita ime më thaj që herën e dytë që ti je mafia, nuk e di pse, kur të shikoha në sy kur u shpërndan zarfet e këto, pati një shikim. E dyti që mund të mendoj është Justin, se po rrin shumë serioz, dhe Justin rrin shumë serioz gjëra se ku po dikton të tjerët, por në fakt thjesht po e bën për lojë këtë gjë. Unë mendoj se është Aldi sepse ti zakonisht je mafia. Unë dyshoj për të raundi parë që është Aldi, dyshova për Benardin, edhe Klea. Po me mërë në qafë, argumenti se Aldi është mafia, sepse është mafia, pa fe argumenti, tu mos harrojnë që... Një minut, mos harrojnë që është raundi parë, dhe maksimumi ne mund shofim nej lëvizje syni, nej gjë hala, s'ka nis intrigat, edhe tu thanë gjithë një emër, pa baza,
A kuptoj se Aldi, pse po thoni Aldi? Aldi s'bën Unë them Aldi për të parë reagimin e të tjerëve, pra unë them ty dhe pasohem tek të tjerët. Pra se gjithë duhet të thonë ka dy emra. Po e kuptoj. Por unë diku bazova. Çka që vura re unë kur u hapën syt pra që hoqën litarët, Aldi e hoqi fundit. Dhe fakti që nuk kishte fare kurreshte për të parë reagimin e të tjerëve tregon që ai vetë ishte pak i qetë me rolin që kishte. Prandaj dyshoj që është mafia. Intuita ime në fakt në fillim atë më sa. Flori, edhe i çojnë Po. më duk mua po kalove pak kështu direkt si në defense mode kur thash emrin tënd dhe pastaj ktheve direkt në emrin. Nuk kam reaguar fare, jo. Sepse dua të hap vetëm 2 pista. Po hapi 2. Ose ti kalove direkt në defense mode kur unë thash emrin tënd, ose ti po bën këtë psikologjinë e kundërt, që të më lësh mua Reverse psychology. Dyshoj tek Flori, sepse Flori ka atë metodën që flet shumë mirë, pra përdor fjalë të mira që dhe mund të bindin, ama në momentin që ti i bie pak, sigur pak fare Florit, Flori sigur intimidohet edhe fillon të godet me gjithë çka ka, do të thënë out of nowhere të godet. Nuk e di për çfarë po dyshojnë tek unë. Jam vetëm një qytetar i thjeshtë, që shërbej qytetit tim dhe dua ta fitojmë këtë lojë. Të më bësh mua të ditur që shikoj, më japësh mix. Shiko, unë emrin e parë të Aldi dyshoj, po them 70%. Emri tjetër, po pra, emri tjetër që dyshoj jetë ti ose edhe Ema me reagimet që bëjmë tani. Aldi 70%. Hala nuk është bën si lloj manovra, si lloj. Jo, ne thash arsye për çfarë mendova. Po mbrohesh kaq. Sepse jeni gjithë të skualifikuar dhe pas votimit Jo, 3 emra ke marr, 3 emra. Si 3 emra? Aldi. Jo, ti the Aldi. Klea ka the Klea? Meklin dhe Aldi. Jo, më vetë 3 emra burr. 4 gjatë. 3 emra zemra. Vetëm unë, Kostiani dhe i tjetër, kush ka? Gjasti 4 dhe Flori tha dyshoj 70%, 5 veta. Po normal që të mrohem unë vëlla. Keni njëri tavolin që nuk ka folur fare dhe nuk e di më është mafia për qytetar. Po sepse po ju u përshkruaj. Fol ti Klea. Kena Sa do thoja? Klea kështu ka Pse nuk jeti mafia? Mendoj se Klea ka personazh. Se si jeti mafia? Pse jam unë mafia? Po. Se jam qytetar? Po ku është argument valid? Pyetja pse nuk jam mafia, se jam qytetar, ç'mund të them tjetër? Po ti Klea pse se mafia? Kjo mafia se do dukej. Po pra, pas pa Si fillim po vëzhgoj, jam literalisht duke ju vëzhguar. Po ndoshta mafia vëzhgon. Ndoshta ti po zgjedh për e radhës. Shikon, vetëm një mafia mund të ketë një armë në tavolinë. Jo vetëm një mafia. Benard do të vetë deklarohesh. Për ç'a? Që e policë. Jo. Po pse po mendojeni të gjeni Nuk kam se policë? deklaroj për nuk jam. Po pra se doni me gjetë policë. Po një gjë ta gjejmë, a kupton? Va një indicë që tha jo vetëm mafia mban Ktheva armë. përgjigje Nuk mban tjetër armë, qytetar nuk mban armë. Klea pse të Po tha mafia rregoja? me armë. Kjo do të thotë që unë kam armë, jam Klea ka mafia ose personazh. Shiko, Klea ka diçka që mafia ma një sekond. Fal, mafia ma dhe kapuç. Po mirë. Po mafia unë moj ta kapuçin pa u shpërndar letra. Po dhe unë ne kisha parë Po mirë më po them. Po jo po ti e shtove e për se janë dy veta që për tek lëvizje kapen. Një e ti, dy është Flori. po. Jo më të pyeta direkt për të kapave në vizë. Dhe askush tjetër këtu nuk u kap vlla. Me tek lëvizje rat pre. Çi tek lëviz. Tek lëvizje. Ço do të thonë? Tek lëvizje pra, shive të shit, po noni të dy gjeni kush është polici vlla. O Benard, ti vjen në një tavolinë kur luhet mafia dhe thu jo vetëm mafia mban armë. Jo, Çfarë preti të jo, thonë? jo, nuk thash atë vlla. Jeni shumë vëmendshëm të dy dhe nuk thash asnjë, nuk thash në asnjë moment atë. Unë A çesh i jam parë që ullur unë në mes dy mafiave? unë isha i parë Ose që mund të jesh mafia ve. Ndoshta zemra, Po po. si ti mafia mes dy A qytetarë? jam unë një shefe mafie? Ashtrondi por nuk ka ndodha si vrosi, janë gjithë indicë. Unë them që nuk është Aldi për një arsye, sepse Aldi nëse do ishte mafia, nuk do bërtiste kaq shumë. Dhe kur thot për qytetarin që ti do me hum se je qytetar, s'do me fitu lojë. Ka nga pasioni. Po, do që të rrinë në lojë, sepse është qytetar. Se kuptoj se kush është? se kuptoj logjikën këtu. Kush është sipas Kush është mafia përveç teje? Përveç me është Megi një mafia. Okej. Dhe Justini. Po thash përveç Më fal, unë s'po kuptoj këtë lojë, seriozisht. Ju thoni jo sa problem të vritën, nuk ka problem. Atëherë sa mi thoni qytetarësh populistë. Po Ky është argumenti im, Aldi, kam drejt kem çdo lloj argumenti që dy. Absolutisht, edhe unë kam drejt argumentin Për tim sa të kohë, për sa kohë ai qytetari që vritet nga mafia na tregon neve mafiat nga indicet që ai qytetari ka thonë më përpara, ka thonë Aldin, që është shumë i sigurt dhe ka thonë ti se për Benardin fal para? Po për Benardin dhe për Aldin, ti vdes natën dhe ne na shkon mendje që do të vrasim ty ditën. Kjo është puna e qytetarit që bie dhe vritet Nuk është natën. puna e qytetarit, se mos e ngatrojmë. Loja e mafias është të gjejmë mafian. Se vdiqja unë dhe u gjet mafia është okay, vlla, lojën e fitum ne. S'ma merr mendja se gjithë keni mision me vdek, ju se po. Jo, nuk kemi mision me vdek, kemi mision me gjithë mafian. Okej, çfarë ndodh nëse të gjithë qytetarët I sekond vlla, vetëm i sekond. Ti do vdisje për të gjet mafian? për gjet mafia. Po.
Unë jam qytetar dhe nëse do jemi në pozitat po ta marrë mendimin tim apo. Se dikush mbrohet ka shumë dyshoj që është mafia pra. Okej, marrë. Ai dyshoj tek ti. Sekond më Kostian. Kur ti jemi në pozitat që qyteti mund të fitoj po. Po, ti me gjë? Ti? Me vdet? Me dal për lojë? Për gjithë çan kjo mision. Për gjithë mafia që fitoj qytetari kundër mafjes. Me di se fiton, po normal më gjithë desin. Kush mendon që jetë vrasja parë? Po, edhe diçka po. Ose e masa. Po, Mu më shumë duket diçka personale kjo, që kur ja hap letrat pa dhëna si gjysmë mohabetit, 6 veta kanë thënë. Gjithë tu thanë nga Ja, jemi, më duk personale o plak. Edhe nuk më e loj. Që lidhur pak edhe me personalitetin e Aldit, Aldi mund ta bëjë gjithë dhe thjesht për të trazuar gjithë ujë. po më diçka tjetër dyshim më duket pak loja që po bën Ema. What? Se që fillim po e vut re, Ema po e bani e bën se s'di. po e vut re. Faleminderit ose po isha më përpara, pse sa tema përpara, ke humbur shumë. Ke mikrofonin dhe mund ta. Sa i do shit. Po e vut re Po fillim. ndjek shpirt mua si gjë. Ema dali më jo prek. Se nuk Me gjithë respektin që kam për Fleur Tomajës. Po e vut re që fillim Kostian isha i para që dhe emra apo. Po. Dhe ti the Aldi dhe mua. Dhe Ema, nëse mendon që ka qenë dhe Aldi partneri mafia që e ka parë, tha emrin e Aldit, pastaj e hoqi. Po. Po sepse jam njëri konfuz, dua të thuaj. Po pse e konfuz? Është i konfuz me çfarë dhe thosh. Nuk ka lidhje si Pse e konfuz? Çfarë të pegon ty mos t'jesh e qartë? Qytetar ligun e kanë. E je marrë është njëri konfuz. Çfarë të bën ti provosh të gjithë? Pra, Jeta. pra nëse ti ke titull, Vetëm Ema, vetëm një. pse të bën ty të provosh të gjithë të tjerë? Çfarë titulli ke ti? Po çfarë titulli ke ti? Qytetar i ndershëm. Me norma punëtor. Me taksa paguar. Senderli, Unë jam thjesht shumë kurioze pse në sa do e nisi fjalin thoja Aldin dhe me Iglin dhe çove shikimin ishte kështu edhe ishte kështu. Sepse isha midis sy të dysh. Të drejtë. Mes dysh. Me dy shtreç. Ka vetëm një problem që tavolinë është Klea që nuk ka folur gati fare. Nuk kam asgjë për të thënë o po, zemra, du të po thënë kisha diçka më interesante për të thënë do e thoja. Po pra, Mendoj që jam duke peshku. Pse do të më heqësh mua? Pse më godet? Baj mend një herë që Po pra, pse më godet vetëm mua? po të mlesh të përgjigjem do ta them. Jo, mos fal, pse më godet vetëm mua? Jo, zemra, pse më godet? Mbaj mend një herë një tjetër lojë që Klea ka qenë pa folur dhe fitoi si mafia atë lojë. Unë mendoj që këtu asnjëri nuk është duke u akuzuar valla. Është rrondi i parë. Po thjesht jam mafia. Lidhni syt sepse do bie nata në qytet. Policia heq shiritin dhe pyet për dikë. Po. Për Aldin pyeta sepse filloi të mbrohej shumë nga gjithë akuzat që mori, kështu ishte vetëm raundi i parë. Nëse ti je qytetar, edhe nëse vdes, por ke ndihmu qytetarët për gjetë mafian, është okay loja, kështu. Mas më thoni që vdisha unë, Ana në fakt Mirëmëngjesi. Mëngjes, s'dish në sa komplet. Gjatë natës, mafia kreu një vrasje. Justini ka vdekur po pse më vrisi mua? dhe ishte një qytetar. ka thënë. Justin mund të largohesh nga loja. Çfarë them tash u dogja. Po kë emra the? Kam vdek. Se kam frikë se dita dy shumë mirë këtë lojë dhe njoh të gjithë se si lë. Prandaj më hoqën. Po ka një fakt më të rëndësishëm gjatë natës. Që u gjeti mafia. Kështu që policia duhet të jetë shumë inteligjent që të na çojë ne te mafia parë. Pikërisht. Po zonja police, të lutem. Duhet jetë shumë i shkallët. Justin e ka akuzoi para se ti. Benardin duket? Ty të akuzoj?
se nuk e mbaj mend, jam thjesht një bjonde. Emën? Po, Emën. Edhe ty? Ema dhe Aldi ka thënë. Po. Jo, ato e the ti, Aldi. Jo, Ema dhe Aldi ka thënë. Aldi Ema e tha Benardi. Qose Gjasi ka thënë Aldin ose Benardin, realisht nuk mendoj që asnjëri nga ju dhe dy po t'ishte mafia do kishte vrarë Gjastin. Po Klea, po sigur t'ishte mafia dhe hoqë ishte dashurin tënd nga loja se je një femër. Do ishte shumë obvious, do ishte shumë e dukshme. Jo me akuzat, e nisim nga Flori. Më shumë jo akuzë do kisha një pyetje për Benardin, që kërcënimi vetëm që mori Gjastin në lojë ishte nga ti që i thep dyshoj që ti je mafia. Dyshoj shumë pak thash. Po çfarë bëri dyshoj te Gjastin? Mënyra se si po sillej. Ishte raundi i parë, asnjë thjesht dyshime këtë gjithë. Dhe një mafia mirë çfarë do bëjnë raund parë, do heqja që dyshoj më pak se mos me raund sytë e tjerë. Ta ishte dyshoj më pak. Po do të më kisha heq mua për shemb do thotë kush i ra Aldit Benardit. Po ti nuk të heq dot unë vëlla. Si? Nuk të heq dot unë. Po nëse je mafia po. Po pra, ti mund të heqësh veten. Si mund të heq veten? Mafia vret. Unë nuk vras, unë jam qytetar vëlla. Po dhe unë jam qytetar. Pikërisht, po më thu mua hoqë Xhasin, unë nuk heq gjë se s'heq dot. Po asun më. Kisha mundësinë të isha kisha heq vëlla. Po them nëse do ishe mafia, nëse ç'a thënë se do kishe mundësi nëse do isha, po nëse do isha. Do kishe Gjastin. Po nëse do isha, kush e di në çfarë loje, kush e di në çfarë. Pra tash, jemi këtu do kisha heq. Pa ka një fakt më të rëndësishëm nga ika Gjastinit që u gjet një mafia. Dhe kush ka qenë polici duhet ta çojë ne tek mafia e parë. Me polici duhet ta mbrojë atë gjën. Polici na çon, polici. Unë vazhdoj edhe them Aldi. Ose Aldi. Esa. Po tjetër? Aldi. Po tjetër? Se sa vetëm një do gjej. Unë mendoj sa ba territori perfekt për Benardin dhe për Meglin që me qenë mafia e pa rrezikuar. Unë vazhdoj besoj në intuitës dhe them është Megli. Kostian, pastaj Ema, Kostian. Okej. Flori është gjithmonë politikisht shumë korrekt. Po më dhe vetëm faktin tavolinë dhe ti mendoj që unë jam mafia. Nuk janë fakte kur ti zgjidhje me siguri, është shumë politikisht korrekt. Si ta dia me siguri kisha fitu tani. Flori, shiko, ti je lojtar shumë i mirë se ti dita kamuflosh shumë mirë. Ama ke një gjë që ty të çarlon. Ke direkt self defense. Kalon direkt në vetmbrojtje dhe pa faktuar. Unë mendoj që është kjo, dhe nga kjo arsye mendoj këtë. Po pse mendon që jam në shkakun? Pse mendon që janë fakte? Po se të gjitha po i them, unë po them policia ka gjetur ta tregoj. Po ti po thua mendimin tënd. Se proporcion që po mendin tim e kam, nuk kam mendje dikujt tjetër. Po pra se ti po thua. Ore policia qytetar. Qytetari janë të mirë. Me akuzat se Flori. Ema. Megli, sepse Megli po i qëndron që raundin e parë për Aldin, domethënë që është qytetar. Dhe Megli. Mund të jesh ti polici dhe nga nën kuptimet që tha Flori dhe the atë na çoj polici mund të jesh ti polici dhe nuk mund ta them këtë gjë, por që unë besoj që Megli është mafia e parë. Mafia e dytë i qëndroi. A shef, të parën e gjetë direkt, do me thënë polici ka pyet për i rob. Klea. Flori ose Benardi. Pse? Po se po e mbrojnë shumë atë gjë që po mundohen mbrojnë dhe s'po e mbrojnë dot. Ndoshta nga që janë vesh dhe njësoj. Vetëm qytetin ka përmbrojtur. Benard. Po. Aldi është nuk e heq votën nga Aldi. Por mendoj që Ema është qytetar, po thjesht po ngatron lojën. Dhe mendoj që mund të jetë Flori mafia dytë. Ose Ema është polici dhe ka gjetë një mafia dhe u duk se si. Po ta kishte gjetë mafian, po. Dhe i kishte rënë kokë. Sipas radhës, Flori, Megli, Aldi, Ema dhe Benardi do të mbrohen. Do kenë 2 minuta kohë secili për të mbrojtur përpara se të kalojmë tek votimi popullor që do vendosni se kë do të vrisni. Nisim me Florin. Pse nuk je mafia? Kjo pyetje është për 4 të tjerë. Po tjetër. Mendoj që është shumë evidente fakti për çfarë nuk jam unë mafia, se isha i parë që vura ndukje atë që mendoja me fakte. Isha i parë që kur erdhi dita tjetër thash që policia duhet ta çojnë tek mafia, dhe nëse unë do isha mafia nuk do të bëj kaq karta të hapura për gjetur mafien. Unë nuk dua 2 minuta të mbrohem, sepse unë nuk jam mafia, nuk mund të votoni në bazë të intuitës së Emës dhe faktit që intuitës asnjëri, domethënë jo me intuit në thelb, jo se është e Emës. Thjesht mendoj që mafia është duke bërë një lojë tepër interesante. Mu që në fillim më duk diçka personale, hala pa u hap zarfa të mirë. Do me thënë te pa që nga kështu, nga drejqimi se kush ishin,
5 nga 7 veta këtu thonë Aldi. Dhe si do si them unë, ju ja vut pullën gati mafjes. Po mirë. Unë besoj te Ema që është police, që nga indisja që dha Flori. Po punoj, po mundohem me një shpirt, me gjetë mafian. Kjo është e gjithë puna ime. Tash nëse do t'i më hesh, jeni tu e shkatru këtë lojë, se unë e maj gjallë. Qëpse vutër Aldi, tha Ema është polic. Ndërkohë që raundin e parë mu sule mu bashkë me Flori. Po? Që jam unë polici. Po, se gjithë keni pikpyetje se kush është polici? Do të thonë, ka shpejt e ndryshove këtë... Po, nga indicia Florit thash? Nga kush indicia? Flori që tha do të më ndaj polici dhe Ema tha, po, polici tha. Pastaj tha emrin Megli direkt dhe ti. Do të thonë, ti ka shpejt e hume dyshimin që mund t'jemi polici. Po, ka shpejt që të bëjmë. Nga indicia Florit. Ti ishe shumë i sigurt raundin e parë. Po, doli kjo indicia Florit. Unë raundin e parë ishe shumë i sigurt që ti je mafi. Raundin e dytë, po them atë që tha Flori, mafia u gjet. Dhe mafia nuk foli më. E pse s'foli më? Nuk foli më raundin, ti thot 3 më valla. Atëherë kush sa të fol? Mafia që është mafia strem. Unë se të fol. Po, nuk fole. Raundi i dytë, jo, po flet tash. Raundi i dytë që më valla. Më fal, jo, merr ai lojë raundi i dytë. Ai, jo, se si jam unë atë e them unë. Po e the pas. Sa mafia do të isha unë që të risha urt me që gjeti polici. Po se u tremë më, po si u tremë? Po çau tremë të më vramu? Po jo më. A do vdesun, a do varin mes Tiranës? Po tremë vllai se do lesh lojë. A mund të dali mafia kundër njëri tjetrit? Bernard Aldi si mendoni? Po të dalim më patjetër. Taktika më e përdorur mafia ajo. Flori je dakord. Po ti je dakord. Sa vota ka për vrasjen e Florit? Sa vota ka për vrasjen e Meglit? Sa vota ka për vrasjen e Aldit? Ulim dorën. Për Emën? Dhe për Bernardin. Ulim dorën. Bie nata në qytet. Mafia ngre kokën dhe bën një vrasje. Mafia duhet të ndajë mendjen. Mafia lidh syt. Polici ngre kokën dhe pyet për dikë. Jo. Polici mbyll syt. Zgjohet qyteti. Tani, më dëgjoni me vëmendje. Gjatë ditës, ju vrat Aldin që ishte mafia. Absolutisht. Se pas kam njoftë. Ndërkohë, Ende, pash një hoqë ato i fundit, po nuk po të gjumë. Ema që ka dyta. Aldi largohet nga loja. Absolutisht. Shtetet mirë. Ka thënë Dirama. Mafia më të mëdhaja politikanë. Fjalimin e i. Jo, mafia më të mëdhaja në politikanë. Për Aldin dyshova sepse Aldi është një karakter shumë i fortë dhe mendova se do të ishte zgjedhur për të na bërë çorap. Dhe kisha të drejtë. Mafia ka bërë një vrasje gjatë natës dhe ka vrarë Bernardin si një qytetar të thjeshtë. Nisim raundin me dyshimet, i nis Klea. Unë mendoj që është Flori mafia. Jo, është Megli. Flori që nxori. Jo, Megli nuk është mafia, është Flori. Shiko, nëse e vu të re... Megli nuk është mafia. Mendimi jo. Nëse e vu të re gjatë natës, dy mafjet nuk po binin në një mendje. Flori me Aldin
Ishte midis meje dhe Benardit. Jo, kanë shoqëri. Dhe zakonisht do bini shumë kollaj në mendje. Në një mendje. Kështu që meqenëse se Aldi iku, po dyshoj pak te Flori, por kam një dyshim tek një person që Aldi s'ka shumë muhabet. Që je ti? Jo. Ke dyshim të vetja. Klea. Mafiat kanë dash të vrasin ose mu ose Benardin dhe nuk kanë rënë dakord dhe kanë rënë dakord për Benardin. Atëherë është Klea. Unë jam polici. Edhe gjatë natës në raundin e parë kam pyet për Aldin dhe tham po, dhe natën e dytë kam pyet për Meglin dhe thanë jo. Atëherë ti je mafia tjetër. Jo, unë jam polici. Ka ndaj polic tjetër që do të... Polici ishte Benardi. Jo, je ti. Po Benardi tha indicën për Aldi. Je ti. Benardi bëri një veprim që tha jo vetëm mafia vret, dhe dha indicën e parë që ishte polic, dhe po vetë deklarohej pa marrë vesh të tjerë, dhe veprimi i dytë kur eliminohet Aldi nga loja dhe pastaj edhe Benardi, pra u kuptua që mafia kishte kuptuar policin dhe polici iku nga loja. Ti je mafia. Unë kam pyet për Meglin natën e dytë dhe thanë jo. Polici ishte Benardi, tani që iku nga loja thua që janë polici. Sepse Benardi tha 100% thash Aldi, edhe me faktik. Unë jam i sigurt që Aldi nuk donte që të vriste Benardin sepse do binte shumë në sy. Kështu që kjo ka qenë një vendim i mafjes tjetër. Dhe mafja tjetër është ajo që unë thash. Flori do t'i bashkoj, por të dy do binin shumë në sy. Po. Kostian. Kështu që ja ta mbaroj, kështu Ti që mendoj që ka vrarë Klea Benardin dhe ka rënë të dakord te Aldi. pas shumë përpjekjesh edhe Po pse për emës O kemi zemra literalisht po ja u them. Kostian, unë do... Sepse Literalisht jam duke ja u e them. di pse sepse pa dashur të bëj të mendosh diçka, po Ema do e ndiqte flowin e Jo, se te stadiumi Ema nuk e ndoqi flowin e Aldi dhe ka gjetë më shumë njerëz se Aldi. Jo, nuk po i quaj... O zemra unë pyeta, unë po ja u them. Do t'i beson të Aldit. Kush sa ty që unë besoj? Kam besuar Do ty t'i... dhe... Jo, Kostian. Do t'i besoj Aldit e cilësova. Kostian. Po unë Aldit nuk e gjeta që ishte mafia. Edhe njerë. Që po thua? Po dyshoj të Klea, Po. sepse nëse do ishe ti, Po. ti do ndiqe atë të Aldit. Jo, Pra do bëja dikush Altina. që Aldin Po. e ka konkuruar në mendime, që thoi atë konfuzionin. Okej. Flori e ta të dy janë shok. Dhe mund të jetë edhe kjo që unë thash që duke qenë se janë shok e gjenë shumë mirë gjuhën e përbashkët. Unë e kuptova te raundi i dytë që polici ishte Benardi, se Benardi me nën kuptim E tha. e tha që shkoni tek Aldi dhe Jo, ai e tha. po më dëgjoni O pak. zemra, po Ata nuk marrë do pa dalin biologjike deri polici fundi të lutem. thotë O Kostian, unë të dëgjova kur e the ti. Po pra po, Ta nuk them do pak dali- deri nuk fund. do dali Një sekond polici tjetër ta të çoj pak thotë që- mendimin deri fund. O zemra nuk bën sens. Për mua bën. Po nuk bën sens Mendimi pra se ti tim do ta bon. kuptoje. Ti do ta kuptoje që jam polici dhe do vrisje në këtë pikë të Klea, lojës. një sekond ta dëgjojmë argumentin e Benardi Florit. e vurin duke që ishte polic, duke i thënë, ti pse ndryshove nga polici dhe gjatë nate mafia u tregua konfliktuale me njëri tjetrin. Me këtë tjetër Aldi mund të bëj konflikt përveç që me Klean, që nuk ndron nga e vetja. Flori ti në këtë pikë të lojës këtë do hiqen, nëse do ishte. Klean, pa dyshim. Po Klean. normal që Klea. Po se e mafia. Po sepse Po normal që Klea se jam polici, o zemra. S'është e guxova shumë se e kam bërë edhe herë tjetër, kështu që jam profesioniste. Po sa E di pse sepse ti the në raundin e kaluar që polici nuk po na ndihmon. Tani the që polici na ndihmoi. Patjetër. Polici nuk po ndihmon. Po si kalove Dhe kur nga- thash polici nuk po Nga ndihmon. Benardi, nga Teklea, Benardi, polici tjetër, pra... Kur unë thash polici nuk po ndihmon, Klea nuk foli gjithë atë raund. Dhe tani del kur largohet Benardi Ose thotë jam tani unë me polici. leverdis mua të them, Po se nuk të nuk e, po leverdis o tani. zemra nuk e leverdis mua kur janë dy mafia dhe ti ta dish që unë jam polici. Mendoje pak. këtë raundin e dytë ti që zgjodhe. Raundin e dytë ku? Që zgjodhe për të hequr. Ku zgjodhe? Meglin dhe? Megli dhe Florin. E nisim nga Flori, Megli, Kostiani, Ema, Klea. Flori, kush mendon se është mafia? Dyshoj që konflikti gjatë nate ka qenë Aldi me Klea për të hequr Benardin apo Florin. Dhe Klea ka dashur me heqë mu, dhe Aldi ka dashur heqë Benardin. Kështu mendoj unë kokën time, këtë lloj gjë mendoj Megli. unë. Unë mendoj që nëse është Flori ka qenë me Aldi nuk i diskutuar për të më varë mua ose Benardin. Unë nuk kam përmend kurrë mendon. Nuk kështu e mendoj unë. Po nuk e përmend kurrë se mendon dikur nuk e thash. Dëgjoj zëra, ta thash në fillim të lojës. Terapi? Zgjedh emën.
Nisur dhe pa nga ajo që tha Megli, Emën dua ta shoh pak kur të ngushtohet edhe pak më shumë laku, të shoh se si do veproj, duke qenë se e ndryshoj. Tash unë do të them dy arsye pse është Klea. Benardi ishte i vetmi që insistonte her pas here duke të ngacmuar që Klea pse po rin kaq herë, domethënë që Benardi as nuk ka fare me mua, Zemra. Benardi nuk është ka fare me mua. Gjeti Aldin dhe pastaj u kap edhe me ty her pas here, nuk të goditi. Shpesh. Në fakt gabimi im ishte që nuk zgjodha Aldin që në fillim, sepse aty më çoi intuita, por pastaj rrugës gabova. Te Klea nuk gabova, e zgjodha të vërtetën, sepse e dija që Klea ishte mafja, nga indicjet që thash, Benardi e sulmoi her pas here, kështu që Klea u tremb. Dhe Benardi u skualifikua. Ama të gjeti, paka shumë. Po nuk më gjeti më i shpirë. Mirë, okay. Bon sens, gjit loja, ai heq Benardin, se mendon që është polici, dhe ai briti. Intuita të lojë të ka quar që Ja, në fillim e kisha unë, po thjesht. Kishte me fillim e kishte ajo. Jo, ti the me ndje Aldin dhe po ndjek intuitën dhe me Eglin. Ja ka po se... Jam e sigur që është Flori Po pse vetëm ti mendim kundër? Po sepse bën sens, gjit loja ju të dyve. Unë e shpjegova. Flori, a je ti mafja? Vallai, fakti që mendoni që jam unë mafja. Shif në sy. Fakti që mendoni që jam unë mafja është gabim shumë i madh. Kur unë po e rreshtoj fakte për atë që mendoj, dhe doli vërtet për Aldin. Po ta the. Doli vërtet për Aldin, pse do ta hiqja unë Aldin, ti më shoja në fillim, ti më shoja që në fillim Aldit kur doja ta hiqja. Ose bën sens më Zemra ti bish kundër, që të fitosh. Që në fillim jo. Ore, mua nuk po bën logjik, nuk po bën logjik që unë të dal Aldit kundër kur. Bën sens, ma ti ta lush këtë Klea, nuk është se ti një lojtar i dorës të... Mirë, ta them pak. Kur Klea është dy raunde qet dhe kur ikën polici për mendimin tim që isha polici. Po nga ta që ishte Benardi polici, Po se u kuptua kur bëra debat me Aldin gjatë natës. natës. O Zemra, jo, bën shumë sens, ai mendonte për Benardin, e heq Benardin që ti të kesh lirin bazësh tjerë. Mendoni çfarë doni, jemi 4 qytetarë dhe një mafia. Nëse fiton mafia është turp. Unë mendoj që është Klea mafia. Okej. Bie nata në qytet. Ulni koka të gjithë, mafia hap syt dhe bën një vrasje. Polici ngre kokën. Polici pyet për dikë. Jo. Polici mbyll syt. Zgjohet qyteti. The plot thickens. Zoti ynë që nga plot surpriza. Gjatë natës, polici ka pyetur për dikë dhe nuk e ka gjetur, ndërkohë që mafia ka vrarë një qytetare që është Ema. Po normal që do të vriset se e gjeta unë. Këthet. Me eliminuan sepse jam shumë e fortë. Jam shumë e fortë aq sa unë e gjeta kush ishte mafia. Kështu që më të fortën e sulmojnë. Ç'a të bëjmë? Brava Emën, sepse Kostiani nuk po i binte Emës, por po i binte Florit. Dhe qose unë thoja që Flori dhe Megli janë qytetar, ngelte Kostiani që ka vrarë Emën për të mos rënë sy. Klea, nëse ti je vërtet policia dhe ti ke pyetur për 2 veta. Dhe 2 kanë dalë jo dhe 1 po. Për 3. Aldi po, Megli jo dhe ti jo. Atëherë, Atëherë çan ngel Kostiani, se unë jam polici jeni qytetar. Kur emrin ti? A lejohet më dëgjoj. Nëse O Zemra, nuk e se me intuit, jam shumë e keqe. Prit pak. E kemi vënë. Prit pak. Unë që fillim isha për Aldin dhe Kostianin, por deklarata jote e dyshim, kontradiktore, më bëri të dyshoj. Një sekond. Po pra, dhe nuk pyeta, o Flori ti e budalla, po prit ta mbaroj. Po ti e ke para. Po ta mbaroj mendimin. Janë në lojë me idën tënde janë 3 qytetarë. Atëherë, ne 3 qytetarët dhe i vetmi mafia e them nga ti është Kostiani. Ne duhet ta fitojmë këtë lojë duke vrarë këtë round Kostianin. Dhe raundi tjetër i bie që prap ne fitojmë nëse ka një raund tjetër dhe jeti mafia e vërtet. Vetëm në rastin që ti pa mbron Meglin dhe na nxjerr gjithë atë bllok. Kostiam pse je skuq? Pse do mbroj Meglin? Po pra po. Unë si polis mbroj Meglin. Kjo lojë fitohet shumë qartë që vrasim Kostianin tani dhe nëse nuk është ai dhe po gënjen Klea, atëherë ka qenë radhë. Meglin nëse Megli do ishte mafia apo polis? Nuk e di. Atëherë. Po bëj lojë të dyshim, prandaj po them.
Po unë po pyeta. Ose ndoshta thjesht mënyra se po luan. Klea luan një lojë shumë të thjeshtë dhe del që po luan një lojë shumë të ndërlikuar. Ema, Unë më pyeta. fal, unë Emës nuk i rash asnjëherë. Më thënë nuk i rash drejt për drejti asnjëherë. Dhe normalisht unë vetëm të jem idiot nëse do eliminoja Emën. Që mos Por që të dalun keq, dikush ka eliminuar Emën. Kur unë jam njeri ndërgjegjshëm dhe e di që jam qytetar dhe Klea ndryshon mendim për një raund, i bie që unë duhet ta besoj që po pra që pyete. I bie Klea s'ka qenë kur konsistente, pra, dy raundet e para. O zemra, Në gjopa Kostian, në gjop. pyeta për Aldin tham po, ishte mafia. Kostian, Pyeta për këtë tani jo nuk është mafia. Jo nuk jam polic. Kostian. Jam polic. Nëse unë e di që unë jam qytetar dhe jam qytetar, atëherë policia pyeti për mua dhe di që jam qytetar. Nëse ti e di që je qytetare dhe policia e di që po je qytetar, mbetet vetëm njëri tavolin dhe patjetër që Kostiani do votoj. Më fal, nëse ty të bën përshtypje që unë fola në raundin e parë shumë më shumë dhe në raundin e dytë shumë herë më pak, si nuk të bën përshtypje fakti që vajza këtu nuk ka folur dy raundet e para. Po se nuk më leverdis dhe ka mua, folur Kostian tani. si polic, nuk më leverdis. Atëherë dhe unë mund të them Flori që nuk më leverdis dhe ky argument të bie poshtë. O Flori, a je qytetar zemra? Po patjetër që Ti Po je Flori, qytetar? po të përdor dhe unë të njëjtin argument. Mua nuk më A je leverdis, qytetar? nuk më S'po leverdis. nxesh. Nuk më nxen fare. Pse duhet besoj unë ty? E po unë mora vesh një informacion të ri. Pikërisht ka Nuk vetëm e kam mafja. quar me shumë O zemra, unë jam polic. Po ta kishe Ata pasur të dy janë vëmendjen qytetar në dhe unë kam fillim. pyet. Nuk e dia për ty nuk kam pyet. Nuk thot që jam Atëherë polic. si mund më akuzosh mua? Po sepse ka ngel një mafia në tavolinë sot Që je regjia. ti. O vlla, mos bëj ti djerë se na çave dallu ne lemo atyre që ka mikrofon. Vetëm mafia mund të deklaroj që është polic. Ti e lësh mirë këtë lajm. Nuk e deklaron dot. Po pra po. E për të e mora dhe unë Kostian si informacion të ri. Atëherë, ku Në të tre. dërgojmë pistat? 2. Unë jam polic. Klea e Klea. mafia. Do një parashikimi. Vend çaj dhe të qesh një kofisht. Zemra, kam pyet për ju të dy, ju të dy. Filloj mendoj për Klea, më bëj shumë sens shumë gjëra, o që Justinin e parin se nuk ta ketë në lojë. Po nuk ka lidh, o zoti i madh, jam polic, kam pyet për Altin dhe për ju të dy, është shumë e thjeshtë. Është literalisht e bardhë me zezë. Po sillet shumë e zgjuar Po për që një polic. Nuk më leverdis mua, more. Qa më shqetëson Nuk më mua? leverdis mua të dalë si polic në Rashi raundet të e po na bin para. flokët nga stresi. Qa më shqetëson mua është që të dy mafiat, nëse janë këta dy dhe nuk ra del Megli, ra del një plot twist të mërshëm. Nëse nuk Nëse është ditë e mirë ishte është plot twist. Nëse nuk është Klea, që ka luajtur lojë me dy pllaka dhe Kostiani ka luajtur po ashtu një raund që ishte i qetë dhe i agravuar, nuk di këtë besojnë ata kur i agravuar. Raundin e dytë ishte shumë i qetë Kostian. Po, Raundi i parë është agravuar. Raundi i parë është diskutim. O zemra, Raundin e është dytë kur nonsens, vitet një Shita. person, unë filloj Mua më billogari. shqetëson fakti që ti di ta luash të lojë dhe kur u gjet mafia nuk më shove fare për të thënë cili ishte mafia. Dyshoj, por dyshoj edhe ky njeri. Unë kam të Që shtatë deklarohet kur u thash që iku polici. Më duhet një emër. Kostiane. Është Flori. Për Florin kam pyet o zemra. Po. Bëhet çfarë bëhet, po mbaj mendimin e fillimit Kostiani. Megli. Fotoksi. Zemra është e bardhë në zezë. Jeni të ra prepa. Po se ma vesh pse more kaq zvrull nëse s'doje Sepse është raundi i fundit e o Megli. kuptoj. Po nëse ti do ishe thjesht një police, ashtu siç ti e Po qua, pyeta, unë do kam. ishe vrullshme për ta O gjetur Kostian, dhe qofse ti do ishe Klea, policie, ti do ke kishe ngelur përballë, ti vetëm. qytetar që ke pyetur dhe unë nuk kam për atë s'kam të ngelur pyes. vetëm. Po se qofse më vret mua, nga ajo është mafja e fiton se nuk kam raunde tjera. Ja vetëm një moment. Kur e ka thënë kjo ndonjëherë emrin tim? Se unë njësoj jam sjell, as nuk kam bërtit, as nuk kam agravuar. Unë s'kam Një lloj nevojë. nuk e sjell ti, jo. S'kam nevojë Nuk e të fare sjell ti. fusha po. Jo, Te jo. raundi i dytë kam thënë 3 fjalë, te Me raundi dal i parë Flori kam thënë 4. unë hidhe. Dhe te Flori kam dëshime. Po kam pyetur. Oh, këtë dëgjoj te Flori kom. Dhe ty kam pasur gjithmonë dëshime, ta kam thënë. Jo, të Fakti që vërtetoj ti po i gjëra. bie Kleas dhe në Po disa kam raste je pyetur, bashkuar. Si mund mos i bie kur ndryshon lojë pa Nuk mund të pritur? besoj ty nëse ti ke pyetur apo jo dhe nuk mund ta besoj nëse ti je police. Okej? Fakti që ti je vërtet nuk do të thotë që është e vërtet. Sa janë për vrasjen e Kostianit? Mbajnë tweetin e fillimit çfarë. Sa janë për Klean? Unë jam për të dy.
Kemi barazim votash, bie nata në qytet. Flor, ishe miku i më i mirë. Ishte knajsi njerëz. Prit një sekond, unë momento. Okej. Polici ngre kokën dhe pyet për dikë. Jo. Hapni syt. Mafia ka bërë një vrasje gjatë natës dhe ajo vrasje është Klea. Faleminderit. Po pse kur polici pyet? Kujdes. Nëse jeti mafia. Kujdes. Mafia është vetvrar. Fiton qyteti. Mafia ishte Klea. You're so very welcome! Bravo, Klea! U vet brava sepse dija që do e bënte lojën më interesante, do i konfuzonte më shumë se që ishin konfuzuar. A mund ta theksojmë që ne fituam, se më duke nuk u theksua mjaftueshëm që qyteti fitoi, po unë që bëra një super lojë edhe. Qyteti fitoi, po doja të ishte një fitore e pastër, jo me vetvrasjen nga mafia, por ishte lojë e bukur, do të thënë ishte lojë e bukur, kisha dëshirë ta çoja deri në fund, se në një pikë e lexova të gjitha kartat, pra isha i bindur që zbulova edhe policën dhe mafiat, po vetëm ajo loja e Kostanit e raundi 2 ngatroi pak. Kam qenë shumë konfuze gjatë lojës, sepse Klean e kam shoqen time më të mirë këtu dhe kaloj gjithë ditën dhe tani nuk do i besoj më edhe kur të thotë do ikin në banjo. Andale!